Të nërmiq, mirë se rishihemi në kjo është koha dhe pikërisht në kulmin e kohës. Jemi në ato momente ku shpresohet se është nata e Kadrit, nata e vitit, një natë sa një jetë, një natë sa 1000 muaj, më mirë se 1000 muaj. Është nata e Kadrit ku besimtarët musliman anë kënd botës luten, përgjërohen dhe shpresojnë shumë nga kjo natë. Është një entuziazëm që në një farë mbulon gjithë botën anë kënd saj. Dhe jemi pikërisht në xhaminë e Namazjas me Hoxhën Ahmet Kalaja për të kuptuar dhe për të thelluar më tepër në këtë natë dhe për të marrë më të mirën e saj. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjetëm. Hoxh, përse gjithë ky entuziazëm i besimtarëve anë kënd botës nga kultura të ndryshme, nga situata të ndryshme, nga gjendje të ndryshme, ngritur duart nga qielli për të lutur në këtë natë të veçantë? Nga buron gjithë ky entuziazëm? Faktikisht nuk është entuziazëm vetëm i besimtarëve, madje edhe jo besimtarë dhe ata që nuk janë musliman faktikisht e presin, madje ka për atyre që agjërojnë në këtë, pra kanë agjëruar këtë ditë duke pritur këtë natë madhe. Është një natë e madhe faktikisht sepse është nata e jetës, siç e thatë edhe ju. Njeriu duke u përkushtuar në një natë vetme merr një shpërblim shumë të madh, merr sevap, siç e themi në gjuhën islame, merr një sevap shumë të madh, një shpërblim shumë të madh dhe është një moment që domethënë i falen gjunat, në një hadith profeti alayhis salam thotë kush e kalon natën e Kadrit me lutje, me përgjërim, Zoti do t'ia falë gjitha gjunat. Pra është një mirësi e veçantë. Po mrekullia e kësaj nate qëndron në faktin se në këtë natë ka zbritur Kurani për herë të parë. Dhe diskutimi është, a zbriti Kurani në këtë natë për shkak të vlerës që ka këtë natë, apo zbritja e Kuranit i dha vlerën të madhe, kaq vlerë të madhe kësaj nate, domethënë. Dhe faktikisht domethënë kjo natë është natë kompensimi. Le themi mosha e pasuesve të profetit Muhammed alayhis salam, thot pejgamberi sa, është mes 60 dhe 70, është mesatarja 60-70. Dhe njerëzit më herët kanë jetuar më shumë dhe kanë pas më shumë kohë për ta adhuruar Zotin. Dhe Zoti pikërisht këtë gjë ju kompensoi ummetit, pra pasuesve të profetit Muhammed, bashkësisë islame, ja kompensoi duke i dhënë natën e Kadrit, e cila është më e vlefshme se 80 e sa vite nëse njeriu do ta bënte adhurimin pa ndërprerje. Pra llogarit njëri i cili lutet pa ndërprerje 80 e sa vite, njëri i cili fal namaz 80 e sa vite, pa ndërprerje, pa ngrënë papir, pa bërë asgjë, jep një lëmosh, sikur e ka bërë këtë 83 vite pa pushim. Llogarit se çfarë shpërblimi madh ka tek Zoti i gjithësisë. Pra është një ofertë hynore në mënyrë që i kalon të gjitha dimensionet e shpresës së zakonshme. Është si gjitha festat e tjera në Islam. Domethënë festat në Islam nuk janë përkujtimore, janë diçka që përsëritet vazhdimisht. Dhe kjo mirësi dhe ky bekim i Zotit i ka ndodhur profetit Muhammed alayhis salam dhe kjo do të ndodhi sa herë të jetë kjo natë, pra nata e Kadrit, sa herë që të jetë do të ndodhi një gjë e tillë. Pra ne nuk përkujtojmë një moment në historinë e njerëzimit që ka ndodhur si mirësi, por se është një proces. Është diçka që përjetohet vazhdimisht. Pra festat në Islam përgjithësi e kanë këtë gjë, pra nuk janë diçka përkujtimore, nuk e njohin përkujtim. Për këtë arsye quhet Eid në gjuhën arabe. Eid e përkthyer në gjuhën shqipe fjalë për fjalë, do të thotë diçka që përsëritet gjithmonë. Pra nuk është diçka që ne e kujtojmë se çfarë ka ndodhur, por është diçka që ndodh vazhdimisht. Për shembull, në Bajramin e Fitrit, njerëzit marrin shpërblimin e Ramazanit, të gjithë, dhe kjo ndodh sa herë që ka Bajram Fitri. Në Kurban Bajram, njerëzit marrin shpërblimin e 10 ditësh të Dhulhixhes, dhe kjo ndodh gjithmonë sa herë që ka, domethënë Kurban Bajram. Pra çdo festë, flas Ashuraja, Zoti fal gjunat e një viti që ka kaluar, dita e Arafatit, agjërimi i ditës së Arafatit, Zoti fal gjunat e 2 viteve. Pra gjithmonë sa herë ka Arafat, jo vetëm në kohën e profetit, apo gjithmonë sa herë ka ditë Ashuraje, gjithmonë ndodh e njëjta gjë. Pra ne mund të përjetojmë në një farë mënyrë të njëjtën natë siç ka përjetuar profeti Muhammed apo sahabët, nëse guxojmë ta themi kështu. Pra janë të njëjtët, po themi sasi me lajkesh apo e njëjta mundësi për të ndryshuar një faqe të re në raport me Zotin, në raport me të vërtetën. Për këtë arsye në Kur'an tha Zoti: "Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha." Melajket zbresin tokat natë, madje edhe vetë kryengjëlli Xhibrili alayhis salam. Pra toka mbushet, për këtë arsye natë Kadri, çfarë kuptimi ka? Ka kuptimin
e vlerës, diçka shumë e vlerësuar, ka kuptimin e kaderit, pra me kuptimin shkruhet fati i njeriut, dhe ka kuptimin kadri në raport me kaderin, me caktimin. Me kaderin dhe ka kuptimin e ngushtësisë, që do të thonë toka mbushet plot dhe nuk ka asnjë vend bosh mbi sipërfaqen e tokës që mos tjetë mbushur me engjëj, mos tjetë mbushur me melajke. Pra nata e vlerës madhe, sepse në të zbriti Kurani, njeriu merr një vlerë tjetër, por edhe shpërblimi është shumë i madh në të në krahasim me çdo gjë tjetër, sepse Zoti e tha në Kur'an më mirë se 1000 muaj. Nata e kadrit, pra me kuptimin e kaderit, pra ne muslimanët besojmë se çfarë është shkruar për njeriu në barkun e nënës, updatetohet ose ribëhet edhe një herë në barkun e nënës, në natën e kadrit për një vit. Pra, njeriu të shkruar çdo gjë në barkun e nënës dhe kur vjen nata e kadrit, rishkruhet ajo që do t'i ndodhi në një vit. Pse? Pra në këtë natë merren vendime të mëdha në qiell për ne, që do të thotë do të jemi të vëmendshëm, nuk ka kuptim që të jemi të shkujdesur apo indiferent ndaj saj. Absolutisht. Domethënë ka ca gjëra që do të ndryshojnë në caktimin e barkut nënës për ne, në bazë të mirësisë që ne kemi pasur le të themi gjatë këtij viti. Dhe ka ca gjëra që do të ndryshojnë ndoshta në disfavorin ton për shkak të paudhësive që ne mund të kemi pasur gjatë këtij viti. Pra, mirësitë ne muslimanët besojmë se kaderi edhe ndryshon, nuk është i pandryshueshëm, ndryshon me dua, po ndryshon edhe me të keqen. Pra kur njeriu nuk është i mirë, nuk është në rregull, kjo jep efekte edhe në caktimin e Zotit për të. Pra, siç ndryshon kaderi për mirë, ndryshon kaderi edhe për keq. Të gjitha këto vulosen natën e kadrit. Për këtë arsye thoshin shokët e profetit alayhis salam, edhe emrat e haxhive vulosen natën e kadrit. Pra me kuptimin çdo gjë që ka të bëjë me një vit ribëhet ose rishkruhet edhe një herë natën e kadrit. Argumenti për këtë, fjala e Zotit në Kur'an, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab, Zoti shkruan dhe fshin, mirë po baza e librit, pra le të themi Lauhul Mahfudh, mbetet e pandryshuar. Pra baza lart, baza e librit i ka të dyja, edhe të vjetrën edhe të rend, ndërsa ajo që është në barkun e nënës së shkruar ka hapësirë edhe për të ndryshuar në bazë të asaj që njeriu sillet gjatë gjithë jetës së tij. Ndërkohë ju thatë se janë të shumë njerëzit të cilët agjerojnë këtë natë, besimtarët muslimanë por se ka dhe për atyre të cilët ndoshta nuk janë të qartë në besimin e tyre, ndoshta janë dhe konfuz nëse janë besimtarë musliman apo jo. A mjafton vetëm agjerimi për këtë natë, a mjafton vetëm po themi njeti se po agjeroj këtë ditë dhe duke përfshirë syfyrin dhe iftarin edhe këtë natë? Unë besoj që agjerimi, le të themi, kësaj dite, pra për të arritur mirësinë e kësaj nate, nuk ka dyshim që është tregues i një besimi, sepse njeriu për çfarë po agjeron? Pra është tregues. Pra në momentin që njeriu e agjeron këtë ditë duke pritur pra këtë natë, është tregues i besimit të tij, por nuk është e mjaftueshme. Sepse ne kemi nevojë për Zotin gjithmonë, dhe ne kemi nevojë për mëshirën e Zotit gjithmonë, dhe ne kemi nevojë për bekimin e Zotit gjithmonë, ne kemi nevojë për dritën e Zotit gjithmonë, dhe njeriu nuk mund të mjaftohet me një herë të vetme. Domethënë, ne kemi nevojë për Zotin sa herë që marrim frymë, ne kemi nevojë për Zotin sa herë që çelim syt, ne kemi nevojë për Zotin sa herë që hedhim hapat në jetë. Domethënë, njeriu nuk mund të mjaftohet me një herë. Njeriu duhet të jetë falëndërues, njeriu duhet të jetë mirënjohës. A nuk themi ne për shkak se në jetën tonë, për shkak vesi më i keq që ekziston ndër njerëz është thjesht mosmirënjohës. Po ti je mosmirënjohës ndaj Zotit, krijuesit të gjithësisë. Nuk ka gjë më të rëndë. Do të jap një shembull shumë të thjeshtë. Kemi një njeri i shumë i mirë, për shoqërinë shumë i mirë, në punë shumë i mirë, kontribues shumë i madh, njëri që bën për shokët dhe për gjithçka. Dhe vjen darkët, a kupton, mohon prindin e tij. Çfarë vlerë ka ky njeri përderisa mohon prindin e tij? Pra, ne mund të jemi shumë të mirë, ose mund ta kemi zemrën shumë të bardhë, ose ku e diun. Mirë, po vjen një moment që ne jemi mosmirënjohës ndaj Zotit ton. Çfarë kuptimi ka jeta? Pra, nata e kadrit është okay që agjerohet, pritet etj, por nuk është e mjaftueshme. Pra agjerimi i saj është një po themi një shenjë e madhe, një shenjë kurrijuese dhe dalluese, por se ju thoni që nuk mund të ndalemi këtu. Disa këshilla praktike, çfarë duhet të bëj
besimtari apo çdo kush që do dhe shpreson mirësi tek kësaj nate në këtë natë, në këto ditë dhe në këto minuta të veçanta. Pra disa këshilla praktike dhe konkrete. Atëherë, gjëja e parë dhe gjëja kryesore është që ai ta presi këtë natë me besimin e madh se Zoti do të realizojë çfarë ka premtuar. Çfarë ka premtuar Zoti për natën e Kadrit? Ka premtuar falje, ka premtuar mëshirë, ka premtuar fatin e mirë për njeriu dhe ka premtuar i madhi Zot shpërblimin e shumëzuar për 83 vite. Ne këtë duhet ta besojmë dhe këtë duhet ta shpresojmë, sepse ka një fjalë profetike e cila thotë, ti nuk do të marrësh ti nuk mund të marrësh shpërblimin e plot për adhurimeve vetëm sa ti e ke menduar, vetëm sa ke shpresuar. Pra në varësi të ambicjes që ke patur dhe vetdijes se çfarë po kërkon me të. Po, absolutisht. Për këtë arsye në një ditë profeti alayhis salam tha, çdo besimtar dhe besimtare që e kalon natën e Kadrit me lutje, me përgjërim, me adhurim, me namaz, Zoti do t'ia falë gjitha gjunat që ka bërë më herët. Shif. E njëjta fjali është thënë për gjithë Ramazanin. Ka thënë profeti alayhis salam, ai dhe ajo që i kalon netët e Ramazanit me lutje dhe me falje dhe përgjërim, me besimin Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, Zoti do t'ia falë gjitha gjunat. E njëjta gjë është thënë vetëm për një natë. Cili do besimtar dhe besimtare që e kalon natën e Kadrit me lutje, me dua, me përgjërim, me namaz, me besimin në Zot dhe duke shpresuar shpërblimin e tij, do t'i falen gjitha gjunat që ka bërë. Atëherë, e para të besojmë në këtë që na ka premtuar Zoti, e dyta ta shpresojmë, e treta të mundohemi që natën e Kadrit ta mbushim me adhurime. Që do të thotë me namaz, me dua, me sadaka, me lexim Kur'ani, me vepra të mira, duke net me familjen, duke kënaqur prindrit, duke kërkuar hallallikun dikujt që mund të kemi hyrë në hak, domethënë, ose mund të kemi prekur dikë me dashje apo pa dashje. Në këtë natë është mirë që njeriu domethënë të pendohet mes tij dhe Zotit. A është e mundur për shembull në këtë natë të derdhim 2 pika loti si një moment rrëfimi përpara Zotit, si një moment përgjërimi përpara Zotit, si një moment, si më thon, shkrehje e gjithë asaj që ne kemi bërë deri në këtë ditë. Pra pëlqejet dhe është mirë që njeriu këtë natë ta kalojë me pendim, pëlqejet që në këtë natë njeriu domethënë bëj sa më shumë sadaka, sepse sadakaja shumëzohet çdo gjë shumëzim për 83 vite, është mirë që njeriu të bëj sa më shumë dua dhe lutje, sidomos në kohën kur e çel, sidomos në kohën kur e mbyll, sidomos gjatë gjithë natës. Pra çdo vepër e mirë në këtë natë ka një shpërblim të madh, ka një sevap të madh, qëndrimi në xhami. Pra ajo që unë do të sugjeroja për shembull për të gjithë është që të rrim në xhami sonte, të bëjmë dua, të bëjmë lutje, sepse fund fare nuk përsëritet. Në fund fare qëllimi kryesor, si tha pejgamberi sa kur foli për mirësitë e Ramazanit, dhe në të ndodhet një natë që është më e vlefshme se 1000 muaj. Faktikisht të njëjtën gjë ka thënë edhe Kur'ani. Pra vetëm fakti që gjithë me lajket zbresin tokë, vetëm ky fakt e bën njeriu në këtë natë ndihet ndryshe, të ndihet më mirë, sepse nuk ka djaj, sonte nuk ka djaj, pra natën e Kadrit, se ne shpresojmë shumë që të jetë sonte nata e Kadrit, siç thuhet pra, edhe siç shumica le të themi e dietarëve thonë që është nata e 27, mirë po faktikisht gara është e hapur për 10 netëshin e fundit të Ramazanit. Ne këtë gjë u bë 5-6 ditë që po e kërkojmë, do ta kërkojmë deri në fund të Ramazanit. Po faktikisht sonte shpresohet më shumë. Për këtë arsye të mundohemi të mbushim xhamiat, të bëjmë dua, të bëjmë vepra të mira, të japim sadaka. Pse mos t'japim edhe zekatin që ta kemi si datë fikse, që mos rishtu ngatru datat gjatë gjithë viteve që do të vinë më pas. Pra, sa më shumë vepra të mira, vetëm një gjë duhet mendojmë. Çdo gjë shumëzohet ose është më e mirë se sa 83 vite të ishte bërë pa ndërprerje 24 orë. Dhe kjo është një natë e veçantë e zgjedhur ku ju thati vetëm që në të nuk ka djaj, po ka shumë me lajke. Madje prezenca e tyre është më shumë se kur të herë. Duat dhe lutjet janë të pranuara. A është një moment ky ku duhet të bëjmë ndoshta disa premtime me veten, premtime që ndoshta
ja bëjmë Zotin mbi të gjitha, se do largohemi nga disa ndoshta vese të mëdha, do largohemi nga e keqja, ose së paku do përpiqemi dhe do japim maksimumin. A është koha kjo për të marrë këtë vendim? Kjo është pikërisht tek pendimi. Domethënë njeriu, pavarësisht se pendimi ka një thyrje, pavarësisht se pendimi ka një le të themi ka një moment shumë goditës, po faktikisht është momenti i ngritjes së fortë ose i lartësimit. Domethënë momenti që njeriu pendohet, ai faktikisht lartësohet, ngrihet shumë lart. Dhe është momenti për të marrë disa vendime të mëdha. Siç është ajo që ju thatë, për shembull, mangësitë për të rregulluar, dobësitë për të përsosur, le të themi, për të përkryer dhe le të themi mangësitë që mund të kemi në urdhëresat, pra kemi probleme me disa urdhëresa të Zotit, të japim besën sot Zotit që nuk do të kemi më probleme. Për shembull, për problemet që ne hasim si hoxhallar që jetojmë, domethënë në këtë shoqëri, është problemi i namazit. Akoma ne kemi muslimanë të cilët vinë për të falë vetëm për Bajram, ose vinë në xhami vetëm për natë kadër. Shumë mirë që vinë, por nuk do të mjaftohemi me kaq. Domethënë vinë vetëm për ditë xhumaje. Shumë mirë është bekimi i madh që të vinë një njeri për ditë xhumaje, ka bërë shumë, por kjo nuk është e mjaftueshme. Pra janë disa gjëra që ne le të themi duhet në këtë natë të marrim forcën, dhe të marrim guximin, dhe të marrim fuqinë, të japim premtimin e Zotit. Edhe mos harrojmë, se nëse japim premtimin e Zotit në natë kadër, nuk është si çdo kohë tjetër. Nuk është si, domethënë, vlerësimi, pozita, pozicioni, jetë ja thënë natë kadri. Unë nuk e di se sa mund të jetë me mijëra apo me miliona numri me lajkeve që dëgjojnë premtimin ton, që ja themi Zotit. Pra duhet jemi shumë të kujdesshëm. Ne gjithmonë duhet ta marrim premtimin, po kur e japim premtimin Zotit, duhet jemi shumë të kujdesshëm. Dhe kur e japim premtimin Zotit në natën e kadrit, domethënë duhet të jetë një moment pikëthese pozitive për gjithë secilin prej nesh. Pra është, le të themi, përveç atyre mirësive dhe bekimeve që ka, unë mendoj që nata e kadrit duhet të jetë një natë e madhe reflektimi. Pra që njeriu tri diku vetëm, tri diku pa njerëz, edhe të filloj të mendoj dhe të reflektoj çfarë kam marrë unë prej Zotit dhe çfarë i kam kthyer unë Zotit faktikisht. Si ja kam shpërblyer, pra si e kam treguar unë mirënjohjen time ndaj Zotit gjithësisë. Mendoj që nata e kadrit është një moment shumë interesant që njeriu të reflektojë fuqishëm. Pra duket sikur kjo natë duhet të ketë dy dimensione madhore, duhet të ketë angazhimin me sa më tepër adhurime, sepse ju thanë të gjitha këto janë herë 83 vite pa shkputje, që është një mundësi e jashtëzakonshme, dhe dyta reflektimi. Duket sikur këto të dyja i përmbledh lutja. Lutja është një adhurim në vetvete, por se është dhe një reflektim, është dhe një pendim. Duket sikur në këtë natë Zoti na thotë kërkoni çfarë të doni, se gjithçka do t'ju plotësoj, dhe njeriu kjo ndoshta e huton, nuk di për çfarë të lutet, nuk di çfarë të kërkojë, nuk di nga t'ia nis, nuk di çfarë është më e rëndësishmja. Cilat do të jenë ato dua që ndoshta vinden nga tradita profetike dhe na mundsojnë që të marrim më të mirën e kësaj nate. Më e bukur dua e kësaj nate është duaja që ne ka mësuar vetë profeti alayhis salam, sepse domethënë kur ta mëson ai mbaroi historia. Nëna e besimtarëve i thotë, o i dërguari i Zotit, nëse nuhasim, pra në bazë të shenjave që ti na ke treguar dhe mësuar, kuptojmë se është natë kadër, qetësia që ka ajo nata, do të thonë një lloj prehje, një lloj bekimi që çdo njeri e ndjen. Tha, o i dërguari i Zotit, nëse e ndjej që është natë kadri, si të lutem, çfarë duaje të bëj? Profeti alayhis salam i tha, thuaj o Aisha, kur thuhet o Aisha, do të thonë vlen për gjithë ne, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. O Allah Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. O Allah Zot, ti je falës, e do faljen, më fal mua. Këtu faktikisht është përdorur një emër tjetër i Zotit, jo Ghafur apo Ghafir, që është falës, do të thonë e përkthyer, do të thonë gjuhësisht fiks, është përdorur afu. Afu do të thotë është një falje pa gjurmë. Ke parasysh se pra e zhbën, jo vetëm që e fshin atë që ka bërë, po edhe e kuron problematikën ose atë gjurmën e mëkatit, sepse çdo mëkat sikur mos ishte bërë fare. Sikur mos ishte bërë fare, pra një pastrim total. Po pse kjo?
sepse gjithë problemet tona në jetë, neve na vinë, ne duhet ta kuptojmë, edhe gjithë teleshikuesit që po na ndjekin, gjithë problemet tona në jetë na vinë për shkak të paudhësive tona me Zotin gjithësisë, për shkak të mëkateve tona. Ndoshta dikujt i pengohet furnizimi, ndoshta dikujt i pengohet suksesi, ndoshta dikujt i pengohet karriera, ndoshta dikush dështon vazhdimisht, ndoshta dikush falimenton vazhdimisht, ndoshta dikush është gjithmonë stres, ndoshta dikush është gjithmonë i rënduar, ndoshta dikush është gjithmonë i plogësht, ndoshta gjithmonë dikush nuk ka sukses me bashkëshorten e tij, apo bashkëshorte nuk ka sukses me burrin e saj, ndoshta dështojmë me fëmijët tanë, ndoshta dështojmë me prindërit tanë. Shumë problematika neve në jetë nuk e kuptojmë, se mund të jenë mëkatet tona që Zoti po na pastron, që Zoti po na edukon, po ne problemi jonë si njerëz është se edhe nuk e kuptojmë problemin se ku e kemi. Se tha Zoti në Kur'an, ahsahu Allahu wa nasu. Zoti i ka regjistruar gjitha, ndërsa njeriu i ka harruar shpejt. Atëherë, kjo lutje faktikisht e bën njeriu të pastrohet, e bën njeriu të kthjellohet, e bën shikimin e tij të jetë më i qelçet, të jetë më i qartë dhe të kuptojë se ku ishte edhe ku është. Kështu që lutja më e bukur e kësaj natë është që themi pikërisht këtë, mund ta themi edhe në gjuhën shqipe, nuk ka problem. O Allah, o Zot, ti je falës e do faljen, më fal mua o Zoti im. O Allah, dhe faktikisht imamët në xhamia kur bëjnë duan e kunutit sonte në namazin e natës, gjëja që më shumë të përmendet këtë natë është Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, o Zot, ti je falës e do faljen, më fal mua o Zoti im. Është thjesht edhe në formën se si është transmetuar, por edhe nëse nuk e dim, mund ta themi në shqip pasi Zoti i di zemrat dhe çdo lloj forme pendimi, po kjo faktikisht është më e bukur sepse është formës profetike. E thën nga profeti, po ne e dim muslimanët sepse nuk flisën nga vetja e tij, çdo gjë e thoshte nga Zoti i tij. Dhe çdo lutje Kur'ani, se ka dhe diçka tjetër. Njeriu mund të lodhet, për shembull, ose do dhe diçka tjetër, mund të marrësh lutje nga Kur'ani pafund që ti bësh, ose lutje profetike, ose lëri të gjitha, drejtoj duart nga Zoti i gjithësisë, falenderoj, o Zot, faleminderit për mirësitë dhe begatitë që më ke dhënë, o Zot, unë jam shumë i dobët me të përgjigj në saj të mirave që ti më ke dhënë, pastaj futu tek hallet e tuaja, tek hallet e fëmijëve tuaja, tek dëshirat që ke, sepse nuk mbaron gjë tek Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye në një hadith të bukur të shenjtë, profeti alayhis salam tha se Zoti ka thënë, o njerëz, sikur ju të gjithë të mblidheshit të gjithë në një llogore, dhe gjithë secili për ju, gjithë njerëzit, nga Ademi deri tek i fundit, dhe njerëzit dhe xhinët, dhe gjithë secili të kërkonte pafundësisht, derisa të mbaron një kërkesë. Llogarit e tij mund të mbarojë një kërkesa njëjët, mund ngopet e zëm sikur të gjithë do të mbaronit kërkesat tuaja dhe do të ngopeshit nga kjo botë. Unë do t'ju ajipja të gjithëve, gjithçka që ju kërkonit, dhe kjo nuk do të paksonte tek unë, pra tek Zoti, aq sa që mund të paksoj gjilpëra e futur në det. Ne nganjëherë kemi problem shumë të madh kur kërkojmë. Na duket sikur po kërkojmë shumë. Pra të mos ngushtohemi në raport me Zotin, pasi Zoti është absolut dhe depozitat e Zotit janë pafund, ndërsa neve na duket sikur po kërkojmë shumë, asnjëherë nuk ka shumë tek Zoti i gjithësisë. Kështu që nata e lutjeve, nata e duave, nata e Kur'anit, nata e pendimit, nata e reflektimit, nata e bamirësisë, nata e afrimit me familjen, e rregullimit të raporteve, sepse vlerësimi është shumë i madh. Mirësia është shumë e madhe dhe pasojat që do të vinë më pas janë shumë të mëdha, shumë me efekt. Nata e Kadrit na kthen tek thelbi i ekzistencës tonë, që është adhurimi i Zotit, njohja e Tij, të kuptuar që jemi krijesë, që jemi rob, që jemi në këtë botë si një lloj sprove, si një lloj testi për vijshmërinë pastaj e përjetësisë të gjithë secilit prej nesh. Mbi të gjitha na kthen tek Kur'ani. Sepse gjendja jonë sot që jemi kështu si që jemi sot, se jemi larg Kur'anit. Pra nata e Kadrit në të cilin zbriti Kur'ani. Pra sikur po na thot neve Zoti, madho njerëz, nëse doni të jeni dikushi në këtë botë, nëse doni të arrini mirësitë e kësaj bote dhe mirësitë e botës tjetër, ky sekret ka vetëm një emër. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kapuni në librin e Zotit dhe mos u përçani. Dhe në këtë natë kuptohet që xhamit të mbushen, madje të mbushen rrugët, edhe pse në orë të vona, edhe pse në kohë qetësie. Unë përfitoj nga rasti të falenderoj policinë e Tiranës, e cila na është gjendur gjithmonë për bllokimin e rrugës dhe shqyrë Zotit e kemi bërë namazin e natës shumë rahat. Zoti i shpërbleft.
Në të kundër do kthehej në një kaos, do bllokoheshin gjithë ato rrugë dhe do ishte e pamundër komunikimi, edhe pse ne shprehim mirënjohje gatishmërisë së tyre në këto orë të vona. Siç thash, besimtarët drejtohen drejt xhamive gjatë kohës së taravive dhe gjatë namazit të Sidomos natës. namazit të natës, Aty, sepse aty janë lutjet e përbashkëta, janë duat e përbashkëta dhe është momenti dhe koha kur pranohen lutjet. Po ndërkohë ndonjëherë ka një neglizhencë në raport me ato që janë shtyllat e adhurimit, shtyllat e namazit, që janë namazet ditore. Sa të kujdesshëm do të jemi që mundësisht së paku në këtë natë ta ruajmë këtë ekuilibër, të mos na ikin ato që janë, po themi, namaze të detyrueshme apo farë siç thuhen në fen islame. Ne jemi të atij mendimi që Zoti shpërbleft ata që vinë atë natë, Zoti shpërbleft ata që vinë për teravih dhe për namaz natë. E di si është puna, Ilir, unë jam i ati grupi mendimi që provojë një herë adhurimin e Zotit. Nuk ka problem, natë kadri, nuk ka problem, hajde për teravih, sepse adhurimi i Zotit, po e përthiti shpirti, do ta kërkoj. Unë njoh shumë njerëz që kanë filluar me natë kadri, kanë përfunduar me Ramazan. Unë njoh shumë njerëz që kanë ardhur vetëm për Bajram. As nuk e ditë se si bëhej gjëja. Ka filluar me xhuman, pastaj e kështu me radhë, ose ka ardhur vetëm për xhuma, ka filluar me 5 vaktet, sepse është i tillë, domethënë, shpirti është në një dilemë të vazhdueshme, po nuk pati lidhje me Zotin. Dhe në momentin më të parë që jepet mundësia të komunikojë me Zotin nëpërmjet një formë adhurimi, qoftë dëgjim Kur'ani, qoftë dëgjim ezani, qoftë agjërim, qoftë iftar diku, e rëndësishme një formë adhurimi, aty shpirti pastaj nuk të lënë më pastaj ta kërkon vetë trupi. Sot isha me një djalosh në xhami, i cili tha, unë kam ardhur dikur këtu tha te kjo xhamia tha, dhe pastaj tha, ika në Itali, ndrova fe, ndrova besime ku e diun etj. Dhe sot ta erdha prapë në xhami. Thash, pse erdhe në xhami? Pyetje. Tha, më doli në ëndër. Më tha që ktheu aty ku ke qenë, ktheu në xhami. Dhe sot djaloshi ishte në xhami. Domethënë, pra çdo vepër mirë lej gjurmë. Absolutisht. Nuk është pa vlerë. Madje mund të jetë pikthese për gjithë secili. Si i tha Herakliu, i tha Ebu Sufjanit, i tha, a ndodha që ndonjë njeri prej këtyre që ishin me këtë fenë e re, domethënë, të lej fenë dhe besimin mbasi bëhet musliman? I tha Ebu Sufjani me drejt, tha, jo, s'ndodh kur. Çfarë tha ai? Kështu ndodh tha me besimin, me adhurimin, kur depërton membranën e zemrës, është e pamundër që njeriu ta lej. Pra mund të ketë njeriu një deviacion, mund të ketë njeriu një dobësim, mund të ketë njeriu një rënje, po në fund fare do të kthehet prapë aty ku ka qenë, sepse ka shijuar shpirti i tij diçka që nuk e gjen askund tjetër. Ndërkohë, në një transmetim profetik thuhet se në një grumbull njerëzish ku përmendet fjala e Zotit, përmendet fjala e mirë, përmendet e vërteta, zbret mëshira si një lloj shiu, nëse mund të themi kështu, ku i përfshin të gjithë. A është ky një transmetim inkurajues për gjithë secilin që së paku në këto ditë ta afrohet, të bëhet bashkë me besimtarë, të grumbullohet tek besimtarë, se ndoshta e kap mëshira edhe nëse ai ndoshta nuk ka ndonjë vetëdije, po themi, të kthjellët për prezencën e tij. Me lajket te ky hadith që ju përmendet thanë, o Zot, po ishte dikush që nuk kishte ardhur për gjitha këto, po kishte ardhur se ai kishte marrë dikush. Tha Zoti, mëshira ime kur derdhet në një vend nuk përjashton askënd. Ose rasti tjetër, erdhi dikush dhe ul. Erdhi dikush tjetër që ul mbas atij se kishte turp, dhe dikush tjetër iku. Tha profeti alayhis salam, ai që ul me ne e ka shpërblimin si ne. Ai që pati turp që ndeti mbas atij, ai e mori shpërblimin njësoj si shoku i tij, dhe ai që na ktheu shpinën, Zoti do t'i kthej shpinën. Pra është momenti që të marrim njerëzit, që të marrim të dashurit, sepse lutja kur bëhet bashkarisht është më e pranuar. Le themi, nëse ka dobësi në mesin ton, ato dobësit plotësohen dhe rregullohen nëpërmjet të mirëve, dhe mëshira e Zotit kur derdhet në një vend i përfshin të gjithë. Në hadithin e Arafatit është një gjë shumë interesante. Profeti alayhis salam njoftoi njerëzit ditën e Arafatit se i ka falur të gjithë ata që ishin aty prezent. Pastaj tha, dhe Zoti me të mirat e të mirëve ka mburuar të këqijat e të këqive. Si më thonë, të mirët janë bërë sebeb edhe për të këqijt. U qua Omeri radiallahu anhu dhe tha, o pejgamberi Zot, vetëm për ne ky mohabet, ja thot, deri në ditë Kiametit. Pra ky efekti i përzierjes së të mirëve me të këqijt, dhe se e mira e të mirëve e mund të keqen e të këqive,
kur janë në një moment adhurimi dhe përkushtimi, është efikas dhe është prezent. Hoxha Ahmeti, unë falenderoj shumë për këto fjalë që sollët për teleshikuesit tanë, për të shpresë të madhe të cilat nuk është e juaj, apo janë fjalët e Zotit, realisht janë transmetimet e profetit, po unë i falenderoj që zgjodhët më të mirën për saj dhe e transmetuat tek ta shikues duke shpresuar që kjo natë edhe bëhemi gati zë të shkojmë në xhamia se kemi punë. Zoti shpëlef me të mirë. Ndërsa miq, këtu e mbyllim dhe këtë takim të sotëm duke shpresuar që aktiviteti dhe po themi reflektimi gjithsesilit prej jush do të vazhdoj edhe më tepër. Janë momente, janë mundësi, janë frymarrje të arta ku duhet i shfrytëzojmë dhe të marrim më të mirën për tyre. Zoti ja pranoft agjërimin juve dhe gjithë besimtarëve kudo që ndodhen, qoftë një natë e begat dhe ne do të rishihemi nesër në të njëjtën orë. Deri atëherë kalofshi sa mirë.